Mosh, ndryshon gruaja, ndryshon femna, ndryshojnë të reja, se cilin kohë ka pas femna edhe moderne edhe primitive. Shumë të njerëz që nuk janë për toke, se ata që janë për toke dhe diskriminim të gratë prej burrave varet se si e lyp gruaja. Po shohin shumë telenovela dhe mendojnë me botë gjitha kanë gratë kërkesa shumë, po duhet me punu shumë për mi mbulu vetë kërkesat. Pyesëm pak sot për gruan. Si e sheni grua sot? A ka ndryshu një grua? Ka ndryshu gruaja. Prej moshës mosh, ndryshon gruaja, ndryshon femna, ndryshojnë të rejat, jeta, baticat, të gjitha ndryshojnë. Durimi. Përmeni durimin. Pse është humbur ky durim nga gjinja femërore shumë? Ndoshta rrethonat, sipas gjeneratave të reja, janë ndryshime të mëdha, edhe aty psojnë edhe gratë pa të vjetra. Na bëjnë një dallim një gjeneratës tonë, që nuk jetë shumë vjetë, po si ka qenë një grua kalumën, domethënë edhe sa e sheh sot, sa është avancu, sa ka ecë përpara një grua për shembull. Në secilin kohë ka pas edhe të femna të avancuara dhe të pa avancuara. Secilin kohë ka pas femna edhe moderne edhe primitive. Kështu që dallimi ndryshon shumë të njerëz që nuk janë për toke, se ata që janë për toke dhe kanë gjithmonë jetën standarde e kanë gjithmonë jetën e mirë. Kështu që diskriminim të gratë prej burrave varet se si e lyp gruaja. Po si e lyp gruaja? Po shohin shumë telenovela dhe mendojnë me botë gjitha. Pa mundshme ta? Po. Nuk është jeta në Kosovë, nuk duhet mendohet ashtu. Kërkesa shumë, gratë, kanë kërkesa shumë, se e thasin telenovela. Kanë gratë kërkesa shumë, po duhet me punu shumë për mi mbulu vetë kërkesat. Që keni grua fortë që duket, a duhet më parë një grua prej burrit? Deri një kohë pa caktume, po asnjëherë me mendu gjithë jetën. Pse sot kanë kërkesa gratë shumë prej burrave, nëse një grua nuk është të kupënu, domethënë gjitha ato çka i ka kërkesat i lyp prej burrit. Deri sa janë fëmijët e vegjël nuk kanë çka me lyp kërkesa shumë gratë, se duhet m'ja u kushtu fëmijëve. Kur të rriten fëmijët, le të fillojnë me punu vetë edhe le të përmbushin kërkesat e veta. Edhe të fëmijëve i dalin krah burrit edhe s'lindin problemet. Pse po mendon që këto probleme po lindin? Pas këtyre gjithë që i thaum, a është kjo problemi që më mendon? Ka shumë lloje të problemeve. Edhe te burri, gruaja, edhe te fëmijët, edhe krejt shumë lloje të problemeve, po është mirë mi marrë me qetësi, edhe me të i kalu çdo problem, me butësi. A ka fillu gratë me pa, përgjithësi që edhe dashnin në luks ose në interes, në çift? Gjithmonë ka ekzistu interesi. Gjithmonë ka ekzistu interesi, po mirë është mu kon e pavarur edhe mu kon e fortë. Patjetër tani gjitha sendet e mira vinë. Si grua je pavarur? Po, jam. Je pavarur. Jam, po jam kanë edhe në krah të burrit shumë vite. Jam faleminderuese, po, prap se prap. Puna jote është punë. Si femër, ato kanë shkel drejtat në herë ty, shoqëri? Jo, asnjëherë. Nuk më mendu atë që janë shkel drejtat, jo. Deri sa e shoh aty ku shkelen, aty largona. Po jo. E kom pas qatë fat, gjithmonë një jetë mesatare në qytet. Që e mirë është kjo. Po. Po duket fund një mesazh gjitha grave, gjitha femrave. Çfarë kështu? Le të luftojnë për punën, për jetën e vet, edhe për fytyrën e vet. Le të kenë karakter të fortë. Gjitha femnat, kudo që janë. Kisha shumë kënaqësi me një grua shumë zonën Dysedorë, të uroj më të mirat në jetë ty.